një alternativë, do thash alternativa ligjërisht më e besueshme për mua është që Gjykata Kushtetuese do të ketë një vendim për rrëzimin e vendimit të qeverisë edhe të vendimit të Këshillit Bashkiak për rrëzimin për shkarkimin e Erion Veliajt, bashkë me të edhe dekretin për caktimin e datës së zgjedhjeve në 9 tetor nga Presidenti i Republikës. Në këtë rast, situata juridike është fare thjeshtë. Erion Veliaj atje ku është, po vazhdon të konsiderohet kryetari i Bashkisë së Tiranës. Sigurisht që ka një anomali, në kuptimin që një kryetar bashkie nuk është gjatë gjithë kohës në ushtrimin e detyrës vet, por kjo është përgjegjësi politike e tij mbi të gjitha, po jo vetëm e tij, po dhe të partisë që ai përfaqëson, në fundisht përfaqësues të Partisë Socialiste. Pra është përgjegjësi politike dhe e Edi Ramës. Se çdo të bëj, unë nuk mund ta parashikoj, por një situatë e tillë zgjidhet vetëm me mjete politike. A mundet që nëse ndodh që Gjykata Kushtetuese t'i japë të drejtë Erion Veliajt, pra ai vazhdon të qëndrojë në detyrë, a ka të drejtë Edi Rama që me një procedurë tjetër, në respektim të drejtave ligjore dhe kushtetuese të Erion Veliajt, të ndërmarrë një operacion tjetër për shkarkimin e tij, për shkelje të rënda të kushtetues, këtë dhe mund ta bëj, por kjo është për tu parë. Nëse nuk e bën, atëherë situata do të vazhdojë në këtë modus, me një kryetar bashkie që është në pritje në një proces penal dhe në pritje të gjykimit, me gjas ndoshta edhe në mas arresti, dhe gjitha kjo do të jetë përgjegjësi politike e Edi Ramës për mënyrën se si ka menaxhuar një nga bashkitë e vendit, Tiranën. Dhe kjo zgjidhet me mjete politike kur të vinë zgjedhjet në 2027 eventualisht.